Në gjuhën mesape, bilë i thon vajzës, si në gjuhën çame. Çamët jetojnë në një territor ku flitej gjuha mesape. Më besoni, arvanitasit janë autokton vendas në Greqi. Zonjës në gjuhën mesape i thonë diva, një lloj si në gjuhën latine. Diva Demeter, diva Damater në mbishkrimet ilire mesape. Do të thotë zonjë. Pra, ne ilirët e kemi përdorur gjithmonë formën e respektit për zonjë, dhe nga fjala zonjë ka ardhur fjala zotëni, dhe ju anë sjell tash siç mendonin shqiptarët. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore që gjuha mesape ka përcaktuar natyrën fisnike të shqiptarëve, që gjuha ilire është e shkruar dhe ngjan si dy pika uji me gjuhën latine. Diva është në gjuhën latine gruaja e Zeusit. Por historia nuk mbaron me kaq. Diva, prapashtesën Anna, bëhet Diana. Në variantet më të vjetra të gjuhës mesape dhe latine ka qenë Divana, hynoria. Vetëm në gjuhën ilire, përtacët ilir i shkurtojnë fjalët dhe Divana bëhet Diana. E përsëris, kjo është natyrë e gjyshve tanë përtacë. Pra Divana kthehet në Diana, pastaj kthehet në fjalën Zana në të gjitha bijat e latinishtes. Përfshi dhe italishten, përfshi frëngjishten, përfshi rumanishten, është Zana. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra dianistore, kur shkurtohet Divana bëhet Diana, pra për shkak të harmonisë së zanoreve, i jashtëduket dhe kthehet në Zana. Sipas kësaj logjike, e njëjta gjë ka ndodhur me fjalën Dione. Dione në gjuhën dorike ka qenë Diona. Pra, Diana ka qenë varianti mesap, varianti i lirishtes dorike ka qenë Diona. Ishte gruaja e Zeusit në Dodon. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Është e pabesueshme. Pra, përfundimisht Dodona është bashkim i Zeusit Di dhe Diona. Është një tokfjalësh i përngjitur. Është çmenduri. Tani si është gjetur kjo? Në monedat e Dodonës është Zeusi Di dhe Diona. Dhe bashk është përngjitur ky emër në Dodonë. Është për të qartë, sepse ilirët i shkurtonin fjalët një lloj siç i shkurtojmë ne shqiptarët. Për grekët kjo është e pakuptimt se si mund të shkurtohen fjalët. Për mesapët Divana u bë Diana dhe u shkurtua në Diva. Tani Di dhe Dion, të dy bashk në monedh, Zeusi dhe Diona, në Dodon bëhen Dodona. Është fjalë përngjitur. Kjo s'ka kuptim në greqisht, si mund të përngjiten kështu fjalët, si mund të shkurtohen. Pra sot është zbuluar natyra e ilirëve që janë përtac, një lloj si ne. Por nuk mbaron historia me kaq. Varianti Diona, varianti dorik, ka dhënë zonja. Merren from thell. Jokli mendonte që fjala zonja vjen nga gjuhët slave zhona, që do thot grua. Por zhja nuk ka dhënë z. D-ja në gjuhën shqipe ka dhënë z, si tek fjala Diana, Zana, Diona, zonja. Di plus Diona ka dhënë Dodona.
Pra gjua mesape, gjua dorike, tregojnë për disa ndryshime fonetike që kanë ndodhur vetëm në Iliri. Prandaj fjala dodon nuk ka kuptim në greqisht. Është fjalë e përngjitur. Di, Zeusi plus Diona, Dodona. Është një tokë fjalësh, Zeusi dhe Diona. Diona është gruaja e Zeusit. Do thot hynoria, zonja. Divona bëhet Diona, shkurtohet, një lloj si Divana u bë Diana. Diona bëhet zonja, një lloj si Diana bëhet Zana. Këto ndryshime fonetike ndodhin vetëm në gjuhën shqipe. Pra gjuha shqipe është e lidhur shumë me latinishten, edhe me greqishten dorike. Fjala zonja do thot hynoria, gruaja e Zeusit. Tani fjala Zot me të tregon për një rast që është rasa e 8 e gjuhës indo-europiane që është zhdukur tek të gjitha gjuhët, por ka mbetur në gjuhën hitite. Është lokativi. Zot do të thot në Zeus. Besoj në Zeus, në Zot. Në gjuhën hitite kjo është Tivat, me besu në Tivatin. Është origjina e fjalës ditë. Pra kjo tëja fundore ka mbetur në fjalën e keltëve dytë, ka mbetur në fjalën shqipe ditë dhe ka mbetur tek gjuha hitite Tivat. Është një rast që është zhdukur në gjuhët e tjera indo-europiane, por ka mbetur në gjuhën serbe. E ka marrë nga ilirishtja. Djalit ata i thonë diet. Vetëm në serbisht kjo ndodh. Në asnjë gjuhë tjetër slave. Pra kjo tëja e lokativit ka mbetur në gjuhën shqipe pasardhëse të ilirishtes dhe serbët kur futën në trullin ilir e morën këtë prapashtesë të lokativit dhe e kanë për fjalën fëmijë, diet. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.